وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرع لنا من الدين ما ارتضاه وأحل لنا البيع وحرم الربا فعمت بها البركات وازدهرت الأرجاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Gjithë falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahut xhalla xhelaluhu. Vetëm ata falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet I përcellim të dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së Tij, shokëve të Tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, vazhdojmë nga aty ku e lam në dersin e kaluar që folëm për një shitblerje e cila mban në to disa lloje që përmban në vete dhe është nga ato shitblerjet e ndaluara nga faktorët e jashtëm të cilët bëhen shkak që të jetë ajo shitblerje e ndaluar, e padyshim se ajo ishte bej'ul gharar wal jahala. Ajo është shitblerja e cila është e pasigurt, që ka në to rrezik, ka pasiguri, pa qartësi, edhe ka në to pa drejtësi. E padyshim që na folëm për këtë lloj të shitblerjes që me të vërtetë se besimtari është ai I cili duhet që të interesohet, ku në to futen shumë lloje prej tyre, që Ibn Taymiyyah rahimahullah tha se ato tre lloje të cilët ndahen të kësaj shitblerje pra bej'ul gharar, tha ose të jetë imma al-ma'dum wa imma al-ma'juz an taslimihi wa imma al-majhul, ose të jetë jo ekzistente, ose të jetë e pamundshëm për dorëzimin, të jetë I pamundshëm në dorëzimin e saj, ose të jetë që në to ka diçka të panjohur. Kur është e panjohur malli apo çmimi apo diçka e tillë, pra na folëm rreth asaj të parës që nëse është në një shitblerje që në to është jo ekzistente, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndaloi nga ajo shitblerje që cekëm habalul habla dhe bej'us sinin, ndalimi I asaj shitblerje që të shitet pra fetusi në mitrën e nonës apo të shitet pjella ende duke qenë në barkun e kafshëve para se të vjen koha e lindjes së tij. E këtu ka pasiguri dhe nuk I dihet se si do të jetë e ardhmja e saj. Pra në kuptimin se a do të ndodh apo nuk do të ndodh, aty ka paqartësi, pasiguri, e mu përat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ndaloi këto lloje të cilët kanë të futen në këtë shitblerje. Gjithashtu pra na ngelëm që të shpjegojmë pra të hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kishte të bëje me bej'us sinin, që e transmeton Imam Muslimi nga Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhu, që së pari pra një herit erdh dhe tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar an bej'is sinin, ka ndaluar nga shitja e viteve apo shitjet paraprake, të cilët janë bërë ato kontrata paraprake për 2 vjet, për 3 vjet, për 5 vjet, për mallërat të cilët janë më së shumti pra në korrat, janë domethënë mbjelljet e tokës, frytet e kështu me radhë, të cilët janë pemët, bimët, pra gjitha prej tyre të cilët bin pra njerëzit patjetër në një shitblerje të tillë, që ato të jenë në këtë kontratë.
E mu parat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ta fjala hadithi që ngelëm në shpjegim, që transmeton Imam Muslimi nga Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, i cili tha se naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bay'il muhaqala wal munabadha wal muzabana wal mukhabara wa an bay'i thamari hatta yabdu salahuhu. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndaloj nga shitblerja e cila është el muhaqala, tham janë ato të cilët janë të tokës, të cilët i përkasin drithrave, sikur që të bën një shitblerje ende duke qenë gruri në kalli apo elbi në kalli, pa ardhur koha e pjekjes që të bën shitblerjen para kohë. Gjithashtu tham el muzabana, janë ata hurmat para se të vjen pjekja e tyre, para kohës, duke qenë ato ende, do me thonë, të na i thomit të jeshil, të ende pa bërë, ato duke qenë në pemë të shiten ato. Edhe pse një preashtim në hadith, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e bëri një preashtim të shkurt, përveç atyre të cilët ndodh ndonjëherë që hurmat, të cilët janë në pemë, të shiten nëse është një mas e caktuar e pakt, illa al-araja. Tha përveç të janë të pakta, që të shet, dhe me thonë, me një sasi shumë të vogël dhe të pakt, e të i shet, dhe me thonë, ato hurmat me ato të cilët i ka në pemë. Mirë po ajo që në ngelëm për të shpjeguar ishte el mukhabera. Çka është el mukhabera? Shitblerja el mukhabera, o vëllezër, mësë shumë t'i pra i referohet çështjes në të cilën dietarët ato undan në definimin e saj në disa definime. Disa prej tyre thënë është e njëjta sikur bejul muzaraa, shitblerja e cila i përket pra mbjelljes së tokës, por duke shkuar në thelbin gjuhësor, pra është për ata të cilët kanë khibra, ai që ka dhe më thënë aftësi për ta punuar tokën. Dhe se ky lloj shitblerje në të cilën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bëri ndalim në to, pra është çështja se i takon pronari i cili e ka tokën, ai e ka tokën, mirë po ja jep bujkut që ai e ka farën dhe punën. Ose ndodhen e njëjta tjetra definim që të jetë pra ai i cili është pronari i tokës, e ka tokën, e ka farën, i ka të gjitha, por ai nuk din ta punon punën, edhe e bën pastaj dhe me thonë me marrveshje, me bujkun ose me atë i cili do ta punon tokën me pjesë të caktuar. Por dallimi këtu është se kjo el mukhabera caktohet një pjesë e veçantë e tokës. Për shembull, pronari i tokës ti thot bujkut, unë ta jap tokën e ti e mbjell ose me farën e bujkut ose me farën e pronarit, ose ky do me thonë ta jep ato të cilët ky investon. Pa marrë parasysh prej të dyjave të cilët i bën definimet e dietarëve. Por mos shumë ti prakushe e pjesa e ndalesës pra këtu si shitblerje që u bë polemike, i takon pra pronari e ka tokën, edhe ai ja jep bujkut për ta punuar, por e caktojnë fitimin që të cilën ai e cakton për të fituar nga ajo tokë, thot kjo tokë e cila është ty të takon pjesa e epërme ose pjesa e poshtme ose pjesa e lindjes ose një pjesë ose një treta e pjesës ku i takon asaj. E mu përna të vëllezër, problemi është se për t'ja caktuar dikuja për shembull të cilën ti e ki tokën edhe e cakton me dikan që ai ta punon, ai din ta punon pra mbjellën të cilën do ta vendos aty, atëherë ti nëse ti ja cakton vetëm fitimin e pjesës tokës poshtme ose tokës së epërme ose në djathtë ose në të majtë, nëse i caktohet vetëm një vend, këtu ka paqartësi edhe ka pasiguri dhe ka rrezik që ajo mbjellje që mos të bëhet, e mu përat pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pra ndaloi pra në hadithin e Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, i cili tha se ka ndaluar dhe nga shitblerja el mukhabera, që pronari i tokës të jetë nga ai i cili ja cakton një pjesë të tokës. Mund të hish në ortaklëk, të futesh në ortaklëk me dikan, por tokën do ta punojmë së bashku, kjo pjesë është e ytja, kjo tjetra është e imja. E pastaj e pjesa nuk dihet, dhe me thonë, a nxjerr bimë të mira, a do të ketë, dhe me thonë, të bimët të jenë të pastra, a do të bëhen apo nuk do të bëhen, atëherë nëse në to, dhe me thonë, nuk është drithi ose pa marrë parasysh cila do që tjetë në to,
atëherë në to ka pra një pasiguri dhe një paqartësi. E mu për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndaloi o vëllezër nga ky lloj shitblerje. Mirë po, në to gjithashtu dietarët shkuan se është një pjesë me të cilën lind pyetja të thot po mirë nëse dikush e ka pronori i tokës, e ban tokën, edhe pastaj ato bin në ujdim me njërin i cili ai e punon tokën, që ky punën, ky tokën, pastaj e caktojnë një fitim së bashku në atë tokën. Si qëndron çështja, pra kjo del në atë el-bej'ul muzara'a, që të jetë në shitblerjen e cila i takon pra mbjelljes së tokës. Përderisa i takon mbjelljes së tokës, atëherë pra në to dietarët kanë ndryshuar në mendime, disa prej tyre shkuan në ato se mund me pas në to paqartësi apo panjohuri, mund të ketë dhe padrejtësi, mirë po shumica e dietarëve shkuan në ato se lejohet për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bëri këtë marrëveshje me jehudit e Khajberit, me ato çifutët e Khajberit, sikur që transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu, i cili tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju dha Khajberin, pra tokën e Khajberit, jehudive, çifutëve, që ato ta punojnë tokën e të japin gjysën e asaj të cilën do të fitohet. Në hadithe tjera që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra kur e çliruan o vëllezër, kur u çlirua Khajberi, në luftën e Khajberit, tokat e Khajberit, muslimanët nuk dinin pra përveç se hurmat të cilët dinin që të i punonin, por ato jehudit e Khajberit s'kishin dhe ku të punojnë, erdhën te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kërkuan që t'ja u mundëson që ata ta punojnë tokën e pastaj ta caktojnë një fitim që ta ndojnë fitimin së bashku. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra tha do të vendosim aty, do të shohim ato të cilën ka caktuar Allahu xhelle xhelaluhu. Në hadithin e Xhabirit edhe në hadithe tjera pra pjesë tha e caktoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që e ka dërguar Abdullah ibn Rawahan që të shikon, dhe me thonë se sa është bërë nga ajo të cilën kanë kultivuar në mbjelljet e tyre, edhe tha caktoi gjysën e fitimit. Të bëhet komplet, pra kjo është e lejuara, që ti të futesh në një tokë, pronari i tokës, me atë që e punon, por të jetë fitimi të ndahet, dhe me thonë, me një caktim të qartë. Të jetë ose 1/3, varet kush sa, dhe me thonë, investon, ose gjysën të cilën e vendosi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjysën e fitimit. Dhe ato ranë dakord që ta punojnë tokën e të kultivojnë e të nxjerrin, gjysa e fitimit të ndahet, dhe me thonë, nga nëse është toka im. E kështu me radhë, pra në këto pika, pra qëndrojnë shumë dhe pastaj dhe polemikat e dietarëve, në të cilët pra u futun në shpjegimet e tyre. Dikush pastaj mund të thotë se po mirë, si qëndron çështja e kësajt, pra nëse ti e jep tokën me qira, nëse i pet toka me qira, shumica e dietarëve janë në lejimin e tokës me qira, nëse është çmimi i caktuar, ti e jep tokën me qira, thua për një vit, më jep 100 euro ose 1000 euro e kështu me radhë. Por derisa caktohet çmimi, kjo atëherë është e lejuar, përveç prej dietarëve është Tawusi dhe Hasan al-Basriu dhe Ibn Hazmi rahimahumullah, të cilët ata nuk e lejuan edhe në çështjen e qiras se mund të ketë diçka, dhe me thonë, paqartësinë të ose panjohuri, apo të ketë diçka padrejtësi. Pra çështja në të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vëllezër këtu pra porositin këtë hadith, pastaj dietarët ranë në tubimet e haditheve se nëse është pra që të jetë shitja e tokës, pronari i tokës, o e ka ai bërthamën apo e ka thelbin apo investimin, por punën nuk di ta bën, e bën bujku punën edhe e caktojnë një fitim me të cilën ata e caktojnë. Fitimi përgjithshëm pra është i lejuar që të bëhet pra kjo marrëveshje, a kurse nuk është e lejuar që të futet në një marrëveshje të tillë të tyre, që ta bëjnë një marrëveshje të shitblerjes së tyre, e të janë në ortakllëk të tokës dhe të punës, por t'ja cakton këtij të cilën e punon, që atë pjesën atje në fund tokës ti aty i ki mallin, tu u bë, jo t'ja mirësu bë, ti ngel dhe me thonë pa to hiç. E mu për këtë pra vjen kjo pjesa e ndalesës tu, për shkak dhe me thonë pasigurisë, për shkak rrezikshmërisë dhe për shkak se në to ka padrejtësi. E gjithashtu pra, shumë pra prej atyre të cilët ka ndaluar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prej llojeve të cilët futen, është pra e ceku Ibn Taymi rahimullah tha, wa imma al-majhul. Pra ato llojet, 3 llojet të cilët i ceku nga bejul gharar, shitblerja e cila është e pasigurt, dhe ato të cilët janë pra në këtë pikë që futen në këtë pasiguri,
pra mund të jetë për shkak panjohurisë, që mos ketë në to njohuri. Mund të jetë e panjohur çmimi, që mund të jetë e panjohur malli, mund të jetë dhe e panjohur dhe afati. Në këto pika në të cilët ka panjohuri, edhe se pa tjetër që dietarët e definuan çka do të thotë kjo bejul xehale, shitblerja e panjohurisë apo e ignorancës, që të bëhet diçka që në to ka paqartësi dhe ka panjohuri. E përderisa në to ka panjohuri, gjithherë referohet fjala xehel, në gjuhën arabe referohet ignorancës dhe padijes. Po nëse është në komunikimin e shitblerjes, tha i takon pra çështjes së në to përmban panjohuri, o panjohurinë e çmimit, o panjohurinë e mallit, o panjohurinë e sasisë, ose dhe panjohurinë e caktimit të afatit që mund të ndodhë. Përderisa ka çështje këtu të panjohura, pa siguri dhe bëhet pa drejtësi, është ndaluar pra ky lloj i shitblerjes. Dhe më për atë, dietarët i vendosën në disa etapa o vëllezër. Për ta kuptuar pra qartë topika edhe të dalim nga kjo, që të dihet se janë një etapë me të cilën është e rëndë, dhe thanë el xehaletul fahishi. Xehalja ajo e panjohuria e cila është e rëndë shumë, që në to ka panjohuri të rënda, sikur në të cilën për shembull futen në to cekën prej llojeve të tyre, po është për shembull bejul mulamasa wal munabadha wa bejul husa. Tha në to futet shitblerja e prekjes, shitblerja e hudhjes, si kanë emërtuar kështu dietarët, shitblerja e guralecave të cilët e cekëm që ta fuk një guralec e pastaj ku të bjen, në to përmban paqartësia, përmban domethënë në to dhe lloj kurmari, përmban në to pasiguri që futet rreziku e mund domethënë të bjen. Këto janë ajo etapa e lartë e cila në to ka panjohuri. Për shembull, e cila është ndaluar bejul mulamasa, prekja e rrobës. Nëse shitet një rrobë, që ti cilën do ta prekish prej asaj rrobe, e po prej atij malli cilën e prek, pa e parë ato, pa qartësuar ose në errësirë, atëherë në to futet domethënë çështja e rrezikshmërisë, ose mund të jetë jo e mirë, ose mund të jetë jo efikase, mund të jetë domethënë me çmim jo të mirë, e mund të jetë dhe e prishur, mos të jetë domethënë e bukur apo e mirë, e që e han dhe tregtia kështu me radhë, ose me një fjalë mund të futesh në rrezikun e atij malli të cilën ti e blen pa e njohur atë, as e njeh mallin, as e njeh çmimin, ose të blehet pa afat të caktuar. E kjo është domethënë problematika. Në to futen shumë lloje. Gjithashtu dhe than bejul munabadha është që të hudhet për shembull malli, ose nëse hudhet një rrobë, i hudh rroba cilën do që e ka, e prejk ato, këtë që e ke hudhur, kjo të takon ty me këtë çmim. Nuk e din cile prej mallet apo prej rrobave do të bjen, e aty ka panjohuri dhe paqartësi. Por derisa futen pra në këtë pjesë, gjithashtu pra futet në panjohuri, pra në çështje të cilët kanë të bëjnë pra me pjesën, nëse ti e shet, për shembull, tash kurbani është afër Kurban Bajrami dhe kurbanat shiten, atëherë ndodh që të ndodh një shitblerje me panjohurin të jetë e paqartë, që të shesësh në tufën e dhenjve të cilat i ki, edhe ti të thuajsh, unë e shes me këtë çmim. Mirë, po kur ta merr delen, cilën çmim, cilën prej deleve nuk e ka të përcaktuar. Shes me këtë çmim, do ta shes ty një dele me 100 euro, pa e caktuar në tufë. E këtu ka domethënë paqartësi. Shembullit të cilën e ke caktuar çmimin, po nuk i ke caktuar mallin, nuk e din. Në to pra bjen kjo shitblerja e cila domethënë përmban panjohurinë to, paqartësinë to, edhe pastaj përmban dhe padrejtësi, e për këtë çështje që ka rrezik e ka ndaluar pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra që të jetë pra një pjesë të deleve ose të tufës së deleve që ti të zgjedhësh to, kjo është problematike. Përveç se Imam Maliku rahimullah tha, nëse janë delet, të cilët janë tufa e dhenjve, janë të njëjtë, edhe e kanë çmimin e njëjtë, nëse vendoset çmimi cilën do prej dhenjve ti ta marrish, atëherë domethënë me atë çmim e merr, nuk është problem se ky e zgjedh, domethënë cilën do prej dhenjve. Nëse janë të njëjta ose nëse është tufa, domethënë e dhenjve me një çmim të caktuar, cilën do prej tyre e merr, domethënë në to është e lejuar. Përndryshe nëse bëhet ta shes dele, unë do të shes ty një dele,
ama nuk i ke caktuar nga tufa, futet në ato të panjohurën. Pastaj o vëllezër vjen pjesa me të cilën pra në to vjen ajo e cila është e mesme nën këtë të lartën dhe të fortën, i thojnë el jahaletu el mutawassita. Të ketë panjohuri, por është e mesme. Domethënë mund të ketë, domethënë në to nuk shkon deri në armiqësi ajo panjohuria e asaj shitbleri. Që të shet diçka për shembull në to e cila është domethënë pak, mund të jenë domethënë dy rroba, të cilët i shet dhe thot cilën do prej këtyre dyjave ta shes me këtë çmim, nuk është panjohuria shumë se janë dy rroba, ky i shef dhe cilën do njërin prej tyre. Çmimin që cilën ta zgjedh e merr çmimin, o mund të jetë shumë e mirë, o mund të jetë pak më e dobët, e kështu me radhë, pra në pjesë të vogla, pra dietarët në to kanë bërë domethënë polemik. Në këtë pjesë sa lejohet nuk arrin deri atë ajo pjesa domethënë që është e vështirë dhe e rëndë, ose në to për shembull kanë futur pjesët të cilët janë si paqartësi nëse e shet për shembull peshkun në ujë, edhe e shet robi që ka ikur nga zotëria. E kështu me radhë to janë futen domethënë në ato të panjohura dhe të paqartat. E fundit është ajo el jahalatul muyassara apo yasira, janë ato panjohurit të cilat janë të lehta që nuk arrin domethënë ajo paqartësia, panjohuria deri në një armiqësi, po shumë pak ajo sendi i cili është domethënë e panjohur në to, sikur të cilën e kanë lejuar pra disa nga dietarët, sikur Çuceku dhe Imam Maliku, pjesën për shembull nëse shiten arrat të cilët janë me lëvorë, apo bajamet me lëvorë nëse shiten, pra në ta është pak shumë ajo dhe nuk llogaritet panjohuria apo paqartësi, njeriu e shef ato, nuk ka shumë diçka që mundet futet panjohuria e saj. Pra gjitha kjo futet o vëllezër në ato se besimtari duhet që të i din këto pika, edhe se i kanë shpjeguar pra hollësisht të po na kalojmë kështu blic në për këto lloje të cilët bëjnë pjesë në haramin e ndaluar për shkak faktorëve të jashtëm, jo për shkak haramit në vetvete, po për shkak ndalimit të cilët janë faktorë të jashtëm, të cilët bëjnë pjesë pra te kjo shitbleria e cila është pra paqartësia, kanë të pasiguri dhe panjohuri, e pastaj i ngel që të flasim inshallah edhe për një lloj të cilën ndodh te na ajo shitblerje të bëhet, të cilët futen pra në këtë xhehalen që përmbledh shumë, që në to ndodh sikur që bëhet mbajtja e kafshëve apo çiftimi i kafshëve për të ushtuar, a lejohet që dikush nëse e ka mashkullin që ta shet ato me parë për të mbajtur kafshët, për mbarsimin e kafshëve, për të i qiftuar kafshët për shtimin e kafshëve, edhe si ngel çështja e saj nëse ato bëhen me mjek e kështu me radhë, do të njoftohemi inshallah në dersin e ardhshëm me lenin Allahu xhalla xhelalu. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.